Ose Me do shkosh ujë në një apo me kompjuter ajër? me ujë apo Se me ajër. shpesh pyesin Tash klientët. Kush është më mirë? Gjithmonë deri ku bën ajri, pra deri ku ka limitin maksimal ajër, po ja fuskot, po marrin për shembull një ftofë si Noctua në HD15 Chromax Black ose në HD2 SAEA ose ku gjon Be Quiet Elite ose në gjë e tillë, domethënë nuk ka ftofës me ujë, qose ato janë mjaftueshëm për atë procesor, nuk ka ftofës me ujë që i rivalizon. Edhe sepse janë ftofësa që shkojnë 150 euro e sipër, këto me ajër. Ftofësi me ujë ngjap bukur, kjo është thelbi, edhe duhet kur këto ftofësat me ajër nuk bëjnë më punë. Pra nuk arrin dot më të menaxhojnë temperaturën. Unë nuk kam has me nej lloj bottlenecku deri më sot që për shembull Chromax Black nuk ma ka kry. Le të themi edhe po more Ryzen 9 9950X 3D, që është procesor që nxefet goxha, ai e bën punën. Nëse don pastaj që ti të lushi qik me clocks, do të kesh maksimumin e ekstrem performancë, do shkosh me i ftofës me ujë 250 euro e sipër. Me thënë, do kapësh elitat e ftofësave me ujë.